Lajme, kultur, mod, showbiz, art, NEE News. Edhe pse fillimisht ishte paremruar si një edicion 100 ditor, duket se Ferma VIP do të përfundojë më shpejt nga sa ishte planifikuar. Sipas burimeve pranë produksionit, sezoni i tretë i spektaklit pritet të ndjekë të njëjtën formulë si edicionet e kaluara, duke u mbyllur pas rreth 80 ditësh qëndrimi në fermë. Kjo do të thotë se finalja e madhe nuk do të shtyhet deri në korrik siç ishte përfolur në fillim, por do mbaroj edhe më herët se muaji korrik. Raportohet se mesi i qershorit është periudha më e mundshme për natën finale, ndërsa datat që po çarkullojnë më shumë janë 15 ose 19 qershori. Ndryshimi mendohet të lidhet me nisjen e sezonit veror dhe interesin e madh që pritet të marrë FIFA World Cup, i cili tradicionalisht mbledh miliona shikues para ekranit. Fituesi i padiskutueshëm i Big Brother VIP Albania 2, i cili thau çdo rekord shikueshmërie dhe larg gjurmë të pashlyeshme tek publiku, po bëhet gati për një tjetër sfidë të madhe përpara kamerave. Sipas burimeve të sigurta, Louise Haley pritet të rikthehet sërish në ekranin e Top Channel, por këtë herë në një rol krejtësisht të ndryshëm. Nga ai që jemi mësuar ta shohim deri më sot, këngëtari duket se do të ndrojë rol dhe do të kalojë tek moderimi, duke lënë për pak kohë me një anë mikrofonin e koncerteve për të ulur në karrigjen e moderatorit të një programi të ri televiziv. Burime pranë televizionit bëjnë me dije se tashmë ka nisur punimet intenzive për ndërtimin e një studioje të re dhe madhështore, e cila po dedikohet posaçërisht për këtë projekt që do të udhëhiqet nga ai. Ndonëse Luizi ka qenë tejet i angazhuar së fundmi me mbrëmje muzikore dhe data të ngjeshura, ky emision pritet të sjellë një dimension të ri të tij si showman përgjatë sezonit të vjeshtës. Mësohet se programi pritet të nisë zyrtarisht transmetimin gjatë muajit tetor. Mbetet për të parë se si do të përshtatet Luizi në këtë pozicion të ri, i cili kërkon një tjetër lloj dinamike me ekranin dhe publikun.